Zonën të drejtë të ndëruar të pranishëm, të dashur Llapian, lejani që në fillim të kësaj ceremonie, nëse jemi në 5 ditë që në varë të vendimit të vitit të ri, t'ju uroj një vit të mbarë për secilin prej jush në secilin prej sferave që përvaconi në jetë, familje e karrierë, dhe që të keni shëndetin dhe mbarësin të këtij viti. I nderuar, shkencësia juaj ish presidenti i Republikës, zoti Vladimir Sediu, i nderuar përfaqësues të Komunës së Kodrës, shoqëri kryetarin zotin Restelica, të pranishëm këtu, i nderuar zoti Agim Ademi, presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, zoti Bislimi nga Ministria për Kulturën e Sportit, i nderuar zoti Beqer Taher Batatina nga familja Batatina, i nderuar ish presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, zoti Besim Hasani, të nderuar të pranishëm veteran që i shoh në mesin tonë në këtë ceremoni të veçantë, i nderuar zoti Mustafa, veteran të luftës, ju që sot na keni nderuar përmes prezencës tuaj, të dashur koleg gazetar, faleminderit që keni ardhur në këtë moment të veçantë. Po fillojmë 2026-ën me një iniciativë të një prej kolegëve të ESAT-it, i cili na ka bërë sot bashkë dhe ka qenë arsyeja kryesore pse sot jemi për të diskutuar dhe për të promovuar diçka të re, për të hapur një kapitull të ri për futbollin llapian dhe për të rikujtuar fillet jo të lehta të ushtrimit të aktivitetit të bërit sport edhe atëherë kur ishte vërtet vështirë që të ushtrohej edhe aktiviteti sportiv. Sot në këtë ambient të bukur këtu në Diamond Restaurant kemi kënaqësinë që të promovojmë një vepër glamoroze, një vepër masive. Dhe them kështu sepse për ju që keni parë librin dhe keni peshuar ndoshta 850 faqe, një histori që nis në vitet e 30-ta dhe vazhdon me kapituj jo vetëm të formimit të një klubi, po të ndërtimit dhe mbajtjes gjallë të frymës së futbollit ngjyra me bardhë dhe katër të futbollit llapian. Dhe deri në kulmimin në atë që deri na dukej ëndër dhe pse e preknim arritjen në kupat europiane dhe prezantimin e suksesshëm të klubit të futbollit llapi në kupat europiane. Sot të gjitha këto janë të ngërthyera në një vepër të kolegut Esat Ejupi, i cili përmes një pune kolosale që ka dashur përkushtim dhe angazhim dhe gjitha pasion dhe dashni, ka arritur që me ekipin e tij të recenzentëve dhe të shtëpisë botuese ta sjellë në jetë këtë vepër. Disa prej inserteve jeni duke i parë në prapavi në ekranin, i cili do të zbuloj diçka, një 50%, sepse surpriza në vetëm surprizë dhe luftoj që ta prekni përmes secilit prej rreshtave, secilës prej faqeve që i ka libri. Zona të dritë, të ndëruar të pranishëm, 93 vjet, plot sfida, informacione cilat nisin qysh pas luftës së dytë botërore, e cilat kulmojnë me vështirësitë e klubit të futbollit llapi, pastaj periudha e pavarësimit, ku përmes sportit luftonim okupatorin, bënim paralelizëm e deri te pavarësia, te lufta e shenjtë, të ushtrisë lindore, pavarësia dhe sukseset, frytet që tash edhe ne jemi i prekëm përmes prezantimit në kupat evropiane. Për ta përmbyllur këtë pjesë kryese, ashtu siç e paraqet edhe autori, me një prej thënieve që më la përshtypje nga shtetimi i shpejtë që para nxitjeve i librit, kush nuk e harron të kaluarën, nuk mund të ndërtojë të ardhmen. Pra, gjithë ata të cilët do ta lexojnë këtë libër, thënë se kjo dhe të tjera do të kenë mundësinë të i gjejnë në këtë libër. Zonës së drejtë, të nderuar të pranishëm, me lejonin që në fillim ta ftoj për një fjalë rasti ish presidentin e Republikës, zoti Vladimir Sediu, i cili na ftoi në këtë skenë dhe i cili si adhurues i sportit dhe njohës i rrethanave të futbollit llapian ka çfarë të thotë në këtë folim. Mirëmbrëma dhe përshëndetje për zemër për gjithë ju, profesorin tim që është votues, kryetarin e Federatës të Kosovës, të Komitetit Olimpik, të klubit këtu, akterë që keni luajt futboll të shkëlqyeshëm dhe gjithë dashamirë të sportit. Unë dhe së është një vepër jashtëzakonisht e rëndësishme, ESAT-i që e ka bërë,
e cila ofron dhije kohën argumentet për topin, për lojën e madhe që ka bërë ky klub në rrethonat të jashtëzakonisht të vështira, që nga koha e themelimit 32 dhe në situata të tepër sfiduese të mëvonshme. Kam pas rastin që bisedoj me Sadin disa herë dhe të rikujtoj diçka prej asaj që unë më e mend, edhe pse ka edhe më të vjetër që të dinë dhe më mirë se unë. Por Llapi ka qenë histori e veçantë e bashkimit të energjisë të trive të Llapit, të njohjes mirë me njerëz të tjerë të anëve të ndryshme që kanë ardhur si musafir dhe të gjurmëve që i kalon pikërisht me trofete fituara në kampionate të ndryshme atëherë të Ukrainës dhe në situatat e mëvonshme këto që i kemi pritur dhe kemi bërë për gjithë bashku të Kosovës së Pavarur. Unë s'mund të harroj detaje që kanë qenë tepër të rëndësishme, ndoshta edhe prej herë me kallëzimet e tyre Bajram Haxhiu të zani nga të vjetër, që ka qenë pjesë e ekipit të Llapit, dhe Sate që kam qenë në klasë me te, pastaj Shabani që kemi qenë fëmijë, edhe të tjerë Luli dhe lojtarë të shkëlqyeshëm Abdullah Bakri dhe personalitetet të tjera të familjes Bakri që ishin buzë shkollës aty, dhe aty për ditë kishin kohë dhe mundësi të luajnë me to për dalë futbollerë të klasës të planë, para ashtu siç ishte Fadili në finale. Dhe kjo që ju keni bërë sot është jashtëzakonisht e dobishme, është e dobishme për të rinjt, për ata që janë thjesht në një gardë kulmore, në them të futbollit, me një shase të jashtëzakonshme të njerëzishme. Sporti është një pjesë e veçantë e edukatës njerëz, dhe edukatës brezat, dhe edukatës atyre që shkojnë edhe me fare. Dhe Llapi ka ditë gjithmonë të jetë nikprit i mirë, golat japsat ka pas mundësinë dhe zhvillim në terenin e vet ka pas gjithmonë shans më shumë, por të la edhe një porosi se sporti është një dashuri e veçantë me brezat dhe përmes brezave. Unë them pak më ai një kohë ka qenë një krizë dikun pas viteve të 68, 69, 70 deri aty parafërsisht, që kanë qenë vitet shkëlqyeshme dhe shkëlqimit të ekipës së Llapit, por edhe nganjëherë ne si të rinj dhe hajde shkojmë se kanë morrë. Pse? Pse ishte një diçka që fëmijët e kishin në kurresht të veçantë, por ishte e madhe ajo që ju keni bërë. Andaj edhe një herë ju falenderoj për atë që ofroni gjithë opinionit tonë, televizionit banë punë shumë të madhe. Falenderoj për mundësitë e mëdha që i bën edhe udhëheqësit e ekipit, Batatinën dhe rrugën e tij të shkëlqyeshme, që t'jap energji futbollistëve dhe t'jap përgjegjësi shumë të mira dhe gjithë ata tjerë që kanë qenë në një formë apo formë tjetër pjesëtar të rritjes të zhvillimit dhe të mosharresës të këtij ekipi të shkëlqyeshëm. E di se një kohë ka qenë edhe veçjanë si ekip e vendit e qytetit, nuk e di rezultatet e saj, ka shkrasimisht me atë që Llapi ka bërë, por ju them mos e lëshoni asnjëherë punën e madhe që mund bëni dhe të prodhoni njerëz të cilët janë të jashtëzakonshëm edhe në terrenin ndërkombëtar, shumë prej tyre i njihni dhe vetëm do të flasim më shumë. Por mosh një natë jashtëzakonisht e zgjuar për këtë ftesë që më keni bërë dhe më keni kthyer në ato vite kur nuk kam mund me pa Llapin, me babën tim, me të afërm fëmijët të tjerë, dhe nganjëherë pyet me veten të bëj pak më ai ata telat e rrethoja që i shkrimoni me dhe neve, që ishim në pozitë drejtare bashkë me ata që ishin të rëndë. Andaj sukses. Faleminderit, Zoti Sidio. Kjo aktivitet nuk do të ishte i mundur që të realizohej, që të na të bënte këtu bashkë pa suportin e jashtëzakonshëm dhe një bashkëlëzim mes klubit të futbollit Llapi dhe të komunës së Durrës. Prandaj në emër të kësaj të fundit e ftoj në kryetarin zotin Farid Mestelica që na bashkohet për një fjalë rast. Nderuari ish president e Republikës së Kosovës, zoti Fatmir Seliu, nderuari kryetari i Federatës së Sportit Agim Ademi, nderuari ish kryetari i Komitetit Olimpik Besim Sani, nderuari general Rustem Mustafa, nderuar ushtarë, nderuar Jotatim Kashi, nderuar sportistët, nderuar autor
zoti Asad Ejupit, të nderuar lojtar, ish lojtar, trajner, sportash, të nderuar pranishëm. Është një nderi veçantë për mua sot që në emër të kryetarit të Komunës së Podjevës, zotit Shpëtim Bulliqi, dhe në emër të Komunës së Podjevës, t'ju falenderoj për ftesën dhe njëkohësisht t'i përgjigjoj për promovimin e librit KFLL vite pas vite, një vepër që flet për historinë, traditën, shpirtin e klubit që ka qenë në mbetet shumë më tepër se futboll. Ky libër nuk është vetëm një kronikë sportive, ai është një dëshmi e një identiteti, është kujtesë kolektive për klubin futbollistik Llapi, një klub që ka qenë pjesë e jetës sonë të përditshme, pjesë e rritjes sonë dhe pjesë e qëndresës sonë si drejtë. Duke jetuar në një lagje ku ndodhet dhe stadiumi i Llapit, unë jam rritur me klubin futbollistik Llapi. Çdo ditë e fëmirisë lidhem me këtë klub. Aty kemi dëgjuar histori, kam parë ëndra se si do të bëheshin futbollist dhe aty kam mësuar se çfarë do të thotë të duar diçka pa kushte. Në atë fushë kanë kaluar shumë futbollistë, ende kemi parasysh betejat për tokë në një fushë gjatë me lloç. Luftën pa kompromis lejtar me nofka e karaktere si Xhinksi, mbrojtjen me Rifat Hajdarin, me Lulin, me Sfushën, me Ismetin e Negjin tonë, mbrojtjen me Ndjerin Kujtimin dhe Hasqifin e Osman Hamidin, sulmin me Ndjerin Fehmet Podgoricën, Ristën, Portjes Esat Mehmetin e Nusret Mushiqin, me Sfushën, me Xhavit Havollin dhe shumë futbollistë të tjerë. Pa harruar brezat më tjetër për cilët kam dëgjuar në filme për Izer Mustafën, Shaban Harlarin, Emin Sinisen edhe shumë futbollistë tjerë, apo edhe brazilianin Llapian Nezirin i cili vinte nga Komiteti Ashkali. Por mbi gjitha janë dy ikona të futbollit Llapit dhe dy futbollistë shqiptar që kanë qenë dhe mbeten frymëzim dhe simbol i këtij frymëzimi, jo vetëm për rimin tonë, po për gjithë Kosovën, Fatin Vokri dhe Fazli Rama. Njeri gjeni i futbollit dhe asaj koha po mesi shqiptar dhe tjetër një shqiptar i madh me sfushore talentuar dhe me shpirt luftarak. Në atë fushë janë formuar breza lojtarë dhe janë ndërtuar histori që sot i përkasin kujdesës sonë të përbashkët. Kam pas fatin të shoqërohem me shumë lojtarë të Llapit të dëgjoj tregimet e paharrueshme të tyre, njërin nga ata e kam edhe ne si doktor Agron Shitaki, i cili tregonte për fitorit e Llapit në ish Jugosllavi. Po ashtu kam pas fatin të shoh nga afër punën e trajnerëve të mëdhenj si Esat Mehmeti, Latin Vogrin e Minaj Lozën shumë tjerë. Nuk do të harroj kur kohën kur Llapi luante e ne si fëmijë pa pasur shkollë, detyroshet të gjenim ndonjë drum ose mëshirje për të ngjitur e për ta parë ekipin e zemrës. Ato momente nuk ishin thjesht ndeshje, ishin emocion, ishin ëndër, ishin shpresë. Kjo përmes legjendave të futbollit ka qenë frymëzim për brez pas brezi. Edhe sot llapianët na nderojnë në nëmban botës, qoftë përmes Adrian Ramonit e Arlin Ajetit, qoftë përmes Granit Xhaket, që është një ndër mesfushorët më të mirë në Premier League. Klubi futbollit Llapi nuk ka qenë vetëm futboll, ka qenë më shumë se futboll. Ka qenë një formë rezistence përmes sportit gjatë komunizmit dhe gjatë okupimit. Llapi ka mbajtur gjallë shpresën e bashkimit dhe krenarisë. Edhe ngjyrat e klubit nuk janë rastësi. E bardha është ngjyrë e paqes, e sinqeritetit dhe shpirtit të pastër të kësaj treve që gjithmonë ka ditur të qëndrojë drejt. E katërta ngjyra e qiellit, e yjeve të qiellit dhe yjeve, sepse në këtë klub kanë kaluar shumë yje që kanë ndryshuar historinë e Llapit dhe të Kosovës. Klubi futbollistik Llapi ka kaluar shumë kohë e shumë sfida, por ka qëndruar, qëndron dhe do të qëndrojë gjithmonë. Në fund, duke uruar gjithë dashamirët e sportit dhe gjithë qytetarët e Llapit, ju përgëzoj sinqerisht për botimin e këtij libri, i cili jam i bindur se ka përfshirë dinjitetin e historisë së një klubi të madh. Urime autorit, urime klubit futbollistik Llapit dhe faleminderit për gjithçka që keni dhënë këtij qyteti dhe kësaj treve. Faleminderit shumë. Faleminderit në kryetarit e Komunës zotit Restelica. Në vijim kemi nderën dhe kënaqësinë që taftojmë sekretarin e përgjithshëm të pranë Ministrisë për Kulturën e Sportit zotin Bistini që ta bashkohet për një fjalë po ashtu përshëndetje. Të nderuar udhëheqës të klubit Llapi, nderuar në kryetari i Komunës zoti Restelica, zoti ish president Sejtiu, të nderuar udhëheqës të luftës shkrimtarë General Mustafa, zoti Latin Boshi, nderuar kryetari i Federatës Futbollit zoti Antemi, ish kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës zoti Hasani, të
nderuar sportist, ish sportist veteran, pranishëm zonja Zotri, është kënaqësi e jashtëzakonshme që sot ndodhur me ju këtu. Dhe në emër të Ministrisë Kulturës së Sportit të uroj në radhë parë autorit e votimit për klubin Llapi zotin Esat Jupi, se për klubin Llapi për këtë moment të rëndësishëm të dokumentimit dhe të shpalosjes së historikut të lavdishëm të klubit tonë të zemrës klubit Llapi. Në emër të Ministrisë edhe një herë rifleksoj rëndësinë e këtij votimi sepse ne në politika tona tashmë kemi si objektiv që vazhdimisht të dokumentojmë, të arkivojmë dhe të kthejmë kujtesë gjithë ato që ka ndodhur në historinë e lavdishme të klubeve tona sportive. Klubi Llapi është një nga klubet më dinjitoze dhe me klubet me rendimentin më të lartë sportiv në historinë më të madh në Republikën e Kosovës. Prandaj kjo është moment i veçantë, duhet të uroj gjithë ata që kanë punuar në këtë punë kolosale të këtij votimi foluminoz që kemi. I falenderoj. Përndet zoti Islimi, sigurisht që pak është punuar në dokumentimin gjeneral dhe zoti Islimi në historikun e sportit në përgjithësi, as më pak të klubeve të sporteve të ndryshme. Dhe puna që ka bërë më herët edhe me një libër të ngjashëm me klubin e futbollit Prishtina, e tashmë me klubin e futbollit Llapi, nga autori Esat Jupi, janë të mirëseardhura për komunitetin tonë. Shërbejnë si një trasim i lëmjes së gjurmëve të trashëgimisë së pasur që e kemi patur dhe jetën kohë edhe brezat e arshëm t'i motivojnë përmes atyre që i njohin si rol modele që i kemi pjesë të veteranëve të një trashëgimie fantastike të klubit të futbollit Llapi. Dhe kjo trashëgimi më së miri vret në mbretërën e federatës ku ushtrohet aktiviteti i atij klubi. Në këtë rast të Federatës së Futbollit të Kosovës, për cilën sigurisht i pari i kësaj federate ka çfarë të flasë më shumë. Ftoj zotin Agim Ademi. Nderuar president të Republikës, ish president të Republikës Fatmir Sejdiu, nderuar familje Batatina, të cilët janë pronarë të klubit tanë, nderuar kryetar e Stelica, nderuar zoti Visnem nga Ministria Besim Hasani, shpitari Komitetit Olimpik, udhës të luktës general dhe Ratek Groshi dhe generali njohën bashkë me Rustam Mustafa bashkë me besnikun dhe të tjerë që janë të gjithë të pranishme të tjerë, por ne përshëndetit e veçantë të jodhë këty në legjenda gjalla që në të Llapi të cilët moshët të ndryshme profesionalisht të dua që ta veçoj Shaban Ajdalin, i cili me 80 vjet e tij sot vërtet ka tregon që është një sportist dhe ka qenë një sportist të jashtëzakonshëm. Duke qenë sot në të celebrazën faqet e tij, a ka mund të ndërshi sa kontribut ka dhënë Llapi në futbollin e Kosovës, jo vetëm në Llap, por në të gjithë Kosovën dhe për te Kosovës. Shpresoj ti kesh përfshi dhe të uroj shumë këto lloj librash që i bën dhe që ke filluar me bërë sepse është një pjesë e veçantë e sportit të futbollit që të jetë secili ta sheh veten dhe kontributin e vet në këto libra që ju i bani. Nëse shumë ta njerëz këtu këtë gjenerat këtu të Llapit, besoj që këta në të gjitha klubet e Kosovës dhe atërshme të njohura s'ka pas asnjë klub që s'ka pas në futbollin të Llapit. Po ashtu edhe për te Kosovës. Kanë qenë gjeneratat e ndryshme si mujmë qujtë dinastia e futbollit vokrave, të cilët gjenerat pas gjenerat ose brez pas brez e kanë pas jashtëzakonisht futbollistat mirë dhe po vazhdojnë të kenë dhe po të kontribuojnë e Llap. Sidomos edhe pjesën tjetër këtu që janë të cilët kanë qenë në klubet e ndryshme sa me Metin dhe Lulin e të gjithë të tjerët që mos i përmendim me radhë që kanë dhënë kontribut në gjithë Kosovën dhe kanë qenë të futbollistë të shquar. Pra, Llapi ka dhënë shumë dhe sigurisht që do të prodhoj me dhënë se tani më Llapi është i transformuar nga familja Batatina dhe të tjerët, partner të dyne të cilët sigurisht që e ka bot vetën dhe prandaj qujnë edhe Llapi Evropian, duke përfshi edhe një stadion jashtëzakonisht të mirë, i cili për sportistë dhe për futbollistat e sotit
përveç se kushteve të jashtëzakonshme, e ka një emër të veçantë që të frymëzon kur hyn në stadion. Sigurisht emri i Brazit duhet të jetë frymëzim për të gjithë futbollistët dhe për të gjithë të tjerët që shkelin në tokën aty stadion për ta mujtë në shtarin sa më shumë. Pra, faleminderit shumë që po kontribuoni në LAP, në klubin e LAP-it, ju familja Batatina me të tjerët. Faleminderit shumë juve që bot librin dhe majtë histori që të jetë edhe e arkivuar. Unë këta këtu që janë të gjatë dhe të gjitha ato legjenda të LAP-it të cilët nuk janë në mesin tonë, zakonisht nuk kom qenë në thonë në 1 minutë heshtë, po kom qenë në thonë të i përshëndesit në 1 minutë të urtrokitje. Në këtë pjesën e parë të protokollit e lam të fundit, por jo më pak të rëndësishëm, njeriu i cili jo vetëm ka përfaqësuar emrin e skuadrës, por jetë kohë edhe emrin e një familje e cila e riktheu lavdin e klubit të futbollit të LAP-i. Ai tash në pozitën e kryetrajnerit po mundohet të bëjë më të mirën, duke i shtyrë të gjitha proceset përpara për të arritur atë që LAP-i e ka prekur. Arritjen në UEFA Conference League, por edhe synimet e jashtme për ta kompletuar shpërmen që e përmendet dhe zoti Ademi LAP-i Europian. Dhe kur kjo thënje përsëritej sa herë, madje në fillet kur e kishte marrë klubin, ende në boatën e stadiumit Zaire Bayaziti, dikush nuk shite as përtej asaj boate, po ky vazhdoi ta kishte mision dhe jetën kohë t'i vinte vetes detyrë që vërtet LAP-i ta bënte Europian. Boata hoç, stadiumi u bë, LAP-i breki Europën. Tahir Batatina. Përshëndetje të veçantë në këtë ceremoni madhështore, duke filluar nga presidenti i Republikës Kosovës, ish presidenti Sediu, kryetari i Federatës së Futbollit Agim Ademi, kryetari Rastelica, poshtë do të thotë kryesuesi Shabani, kryetari i klubit Besim Batatina, nga Ministria e Sportit, Ministri Trakoku, dy gjeneralt, Kryeministri i Parë Kosovës, Shpinderi që në mesin tonë Rostem Mustafa dhe Tim Gashi, Besnik Tahirin që është prezent, të gjithë të pranishme e veteranë të klubit futbollistik LAP-i, dashamirë, sponsor dhe ju të pranishëm, mendoj që jemi në një moment venditar, në moment emocionus për mu dhe për gjithë ju që jeni prezent, sepse sot promovojmë një liber i cila tregon vlerat e një klubi, vlerat e një qytetit, që ka shumë për futbolin, e sidomos edhe vlerat asaj që e cekën për aforcit para vije, ku stadioni i LAP-it në moment që të morë ka qenë projekt, ka qenë edhe propozimimi që ta ngoj emrin e legjendës të pavdekshmit gjenerali tonë Azer Bayaziti. Mendoj që gjenerali tonë të kohës më të vështirë që prezent, nuk në edukuar dhe nuk në mësuar në si do të liftohet, por si do të reformohet shteti, si do të formohet shteti, o si do të ecë më tutje në programit të ndryshme, edhe në sport, edhe në politikë, por në zhvillim në qytetit edhe të vendit. Mendoj të të që kontribut jashtëzakonshëm kanë janë gjeneratët e artët e futbollit LAP-ian, duke filluar nga legjenda i pavdekshëm i futbollit Fadil Bokri, i cili fol ti angazhimit punës bashkërisht në ekipin e tij, ka rritë që Kosova ato antarësohet në instancat më të larta të futbollit në FIFA dhe UEFA, që është në për momente më të mira dhe më vendimtare. Sot kur jenë prezent në të tre vjetorin e klubit, paraforcit falin shumë dhe nuk du zjas të kjo pjesë, por mendoj që klubi LAP-it ka rritë këtë dhe klubet në organizimit më të mirë. Në çdo aspekt, kur shumë ka besuar, ne kemi besuar, kur shumë ka menduar, se do tjetë vetëm ndër ne kemi bërë realitet bashkërisht, dhe asnjëherë jo vetëm familja Batatina, por gjithë sponsorët, dashamirët,
cilë jo sot në mesin tonë, dhe beson që në mesin tonë, janë ata që klubi ka rritë të ka këto nivele dhe të infrastrukturë sportive, duke mos të harruar edhe nivelin qendror të Federatës së Futbollit të Kosovës në bashkëpunim me Konventin Kombëtar të Problemit, të gjitha strukturave nga viti 2013 e tutje mund të flas, por në respekt të veçantë gjithmonë do ta kem legjendat që këtu prezant paralele do të di do të thotë që fort tyre klubi Llapit sot vazhdon dhe do të vazhdoj bashkërisht të dhe klubet më të organizuara me nder dhe finari që gjithmonë anë za paraziti ka rritur në nivele sa federale. Faleminderit profesorët të gjithëve, edhe urime të gjithëve, libri në të të tremetorit në familjen të librit. Faleminderit, zotë Badatina vazhdon të jetë entuziazëm për kushtim dhe dashuri për klubin dhe për këtë treg që përveç sportit i ka dhënë shumë Kosovës në sesinë piramide. Zona Zotri, një falënderim të veçantë, dua ta kem që t'ia dedikojmë këtë minutazh gjithë atyre që sadopak secili prej tyre ka kontribuar që ky libër ta shohë dritën. Dhe në njëjtën kohë gjithë sponsorëve që i përmendëm me emrat edhe i pamë gjatë kësaj ceremonie, një falënderim vërtet nga zemra sepse ka qenë një punë kolosale që ka dashur investime dhe angazhim nga autori dhe i gjithë ekipi që ka qenë rreth tij. Dhe të autori e të ekipi kthehemi tash, sepse është koha që 3 personazhet e fundit të jenë pikërisht ata që e kanë realizuar, e kanë sjellë në jetë një libër kushtuar Llapit, KF Llapi pas viti. Mbi 850 faqe, një punë e jashtëzakonshme, hulumtime, dokumente të cilat janë gjetur me shumë vështirësi, sidomos në periudhat e viteve të 30-ta e tutje. Të ndikëpuar nga një pjesë e madhe e dokumentacionit të cilat ka humbur në gjatë luftës së fundit, por nuk i ndali asnjë sfidë, asnjë përpjekje, ata vazhdojnë punën me elan dhe ja ku kemi produktin. Zona Zotri, e ftojmë fillimisht zotin Shilja Mamlaku që t'ju adresohet në emër të ekipit të recenzentëve. Të nderuar të pranishëm, ish presidenti Besedim, kryetar i Federatës së Futbollit Hakim Ademi, ish presidenti Kokut, Esmarsani, Zotë Bislimi, general Mustafa Areme, general Radif Gashi, kryetar ekonomës Fare Steliza, Zotë Musa Shamani, gjithë pranishëm, asat e dikoshëm të Llapit, futbollit e Kosovës, i rrëma me sekretariat. Unë me këtë rast në cilësim e 2 recenzentëve të librit, do të lexoj një fjalë përshëndetje që ka shkruar Daja Hem dhe gazetari me namë Arif Ejubi nga Gjeneva. Fjalë për urimin me rastin e promovimit të monografisë KF Llapi vit pas viti. Të nderuar të pranishëm, dashamirë të sportit, të gjithë ju që jeni prezente të ngjarjeve të rëndësishme kulturore, ju përshëndes zemërësisht nga Gjeneva, që në momentin kur Esad Ejubi, autori kësaj monografie, ka shtruar idenë për të premtellur një libër të vetëm historik për historikun e klubit të futbollit të Kosovës, i kam drejtuar se do të ketë përkrahje time të para rezervë. Kjo përkrahje nuk bëron vetëm nga raporti njësor profesional i autorit, por nga bindja e thellë se historia e këtij klubi meriton një trajtim serioz të dokumentaruar dhe të qëndrueshëm në kohë. Duke qenë mbi 4 dekada aktiv në gazetari, kam qenë lidhur në ngushtë jo vetëm me zhvillimin sportiv në përgjithësi, por në mënyrë të veçantë me klubin e zemrës Llapin e Kosovës. Ky klub nuk ka qenë thjesht një skuadër futbolli, por një institucion sportiv e shoqëror, një vatër formimi për plezrat e tërë futbollistëve sportashësh. KF Llapi është klubi që ndodhi futbollistë e jashtëzakonshëm. Emra që për të start dekada me përfaqësuar me dignitet dhe sukses në fushat e futbollit brenda Kosovës dhe Mesjë. Veç panelës së parë të 4 KF Llapi, shumë prej këtyre futbollistëve pagan edhe panelën e klubeve të tjera të njohura të lënë gjuhë të bashkëpushme në historinë e futbollit tonë. Autori i librit na rikthen në kujdesin tonë emrat e paharrueshëm në historikun e këtij klubi si Abdullah Vokre, Rifat Blaku, Harush Rama,
Bukali, Sulejman Mehmeti, Ahmet Aziu, Pedri Muqolli, Shaban Ajrullah, Shaban Hajdari, Rifat Rashi, Rez Mehmeti, Emin Ajvasi, Asim Muqolli, Mohamed Loka, Jamin Sinitha, Fatim Rokri, Rifat Hajdari, Hussein Mustafa, e shumë të tjerë, të cilët për dekada me radhë mbajtën llopin në toplistë e klubeve më të suksesshme të futbollit të Kosovës. Këta emra nuk janë thjesht kujtime personale o statistikë sportive, ata janë kapitull të gjallë të historisë tonë futbollistike, histori që kronografi ka meritën i përmbledhur të komentojë dhe të përcjellë brezave që vinë. Shumë fakte e momente të shkruara në këtë libër thot të Arifjupi ma kanë flaskuar edhe kërtesën time nga cilësia i gazetarit të rëkushëm të Radio Prishtina, ku përgatitja kronika sportive për aktivitetet e këfëllapit që të transmitoni pastaj në valët e Radio Prishtinës në emision shumë të të zhuar asaj kohë pas dita argose sportive. Autorin në librin time të drejtë ka vënë shpikama në avancimin infrastrukturor që është në klubin e futbollit Lavi. Përmes fotografive të paraqitara në mënyrë kronologjike, autori Sadelupi ka përshkruar transformimin e fushës së futbollit e tribunave në stadionin e qytetit. Në libër shihet qartë se si nga një fushë me bata ajo shndruhet në një arenë të vërtet futbollit me standarde të pranuara nga FIFA dhe UEFA. E përgëzojmë autorin e kësaj monografie Sadelupi për selin, për kushtimin dhe seriozitetin e treguar në realizimin e kësaj vepre. Kjo monografie është e kryta brenda një viti e zotit e Sadelupi, pas botimit të veprës 100 klubi i futbollit Prishtina, që ka dëshmon për angazhimin të vazhdueshëm dhe të stabilueshëm në dokumentimin e historisë së sportit tonë. Me këtë punë profesionale të përgjithshme, e mbasi e konkursi autori ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ruajtjen dhe mbrojtjen e një fesare të vlefshëm, kombëtar, duke u dhënë vetën e menduar në historinë e kulturës shqiptare të këtyre klubeve ikonë. Nga Gjeneva, Arife Ilbe. Unë me këtë rast, në fjalik shkurtër të dedikoja edhe donatorëve të kohës klubit futbollistik Lapi në kohën e okupimit dhe pas lirisë së vendit, por pa përmendur emrave që veç. Andaj, të gjithë atyre që gjatë okupimit dhe pas lirisë së sportit e ndihmuan këtë klub për të mbritur deri në ditën e sotme ku jemi mirënjohës përgjithsisht, sepse sporti dhe arsimi ishin dy shtyllat e para të shtetit të Kosovës që më pas lindin. Por, duhet qenë korrekt. Në esanca e klubit ishte viti Dmitri Remret, kur klubin futbollistik Lapi